Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër, si çdo ditë. Përshënditemi nga kjo studio, duke ju uruar mbarësi edhe duke menduar të jemi një augur i mirë për vazhdimin e kësaj dite. Natyrisht informacionet, çdo gjë që sillet nëpërmjet mikrofonit ton, nuk ka se si të mos lërë përshtypjen e një aktiviteti që pulson, apo e një jete që ka natyrisht treguesit e saj. Sot do të ndalemi në një veprimtari shumë të bukur që është kthyer tashmë në traditë. Lëvizja Gratë frymojnë vlera. Mblodhi në Shkodër si një buqet të freskët lulesh. Figurat e shumë grave të spikatura në fushat të ndryshme të aktivitetit në Shkodër, por jo vetëm. Natyrisht të ecësh në hapat e kësaj lëvizje është jo thjesht histori, është të gërmosh në hapësirën e madhe të punës, të jetës, të ndjeshmërisë së të qenit grua. Përndryshe, kjo lëvizja nuk do të rrezatonte gjithmonë e më shumë pjesëmarrje dhe interes. Ajo që e drejton këtë lëvizje. Ajo që në çdo hap ndjen një puls të veçantë për organizimin, për marrjen e informacioneve, për realizimin deri në detaje të shumë veprimtarive, është drejtuesja e saj, zonja Farida Ramadani, e cila është e ftuara ime e këtij mëngjesi. Mirëmëngjes, zonja Farida. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jesh pranë jush. Faleminderit shumë, por besoj se ato që gjithmonë punojnë me ju, ata që përfshihen në aktivitetet tuaj, përçojnë energjinë që ju keni, dëshirën e madhe që buron nga shpirti, siç duket është një ndër karakteristikat tuaja që e bën që çdo veprimtari ta blatoni me shumë kujdes dhe dashurinë tuaj. Normal, thojnë nga një herë a bëni fitness. Ky është një fitness për mua. Sepse për rreth 2 muaj unë merrem me këtë aktivitet për parashikuar qysh në detajet e tij. Qysh në përzgjedhjen, për organizimin, vendet, janë shumë elementa që bëjnë një aktivitet. Ndryshe noll për shembull me shoqatat, se unë dikur kam pas edhe një shoqat, bën një projekt, ke një donator dhe donatori përgjigjet për gjithçka. Ndërsa në aktivitetin tem unë është shprehu shpesh herë, unë jam lypsarja më madhe në Shkodër. Po kjo është diçka shumë e bukur që shpërndan. Edhe qysh në hapat e para, qysh në përzgjedhjen e grave, unë qysh aty filloj, se nga që janë gra të fuqishme, gra të respektuara në Shkodër, gra që njihen në Shkodër, du me shfrytzu dhe me thonë atë kapacitet që ata kanë, edhe qysh momentet e para që kontaktohem me ta i tham, a keni mundësimin, a një mund në i gja? Qoftë në materiale, qoftë në shërbime, qoftë edhe financiarisht, sepse tanë këta aktivitetet i dojnë këta. Do të ndalemi, megjithatë sapo e keni realizuar këtë aktivitet shumë të bukur, si ndjeheni, si dilni nga kjo atmosferë festive? Nihem e çlirume, nihem e gëzume, krenare që jam shkodrane, edhe kur shoh këta komentet e bukura, 99.9% komente sa befasojnë sinqerisht edhe më përgëzojnë për aktivitetin që bëj, por se kësaj gjithmonë. Unë nuk mund basha kur gja vetëm, nëse nuk kam një grup shumë fantastik që jeni edhe ju e përfshirë këtë grup punet dhe gjithë këta mbështetësit që bajnë për aktivitetin. Po kjo është aftësia e një gruaje që frymon vlera, të organizoj, të hedh dritë mbi hapat që ecën, qoftë edhe një veprimtari. Në fakt keni promovuar dhe vazhdoni të promovoni prej vitesh, sepse kjo lëvizje është 5 vjeçare. 5 vjeçare, si mjetë pa ba vitin e 5 të linjes. Keni promovuar vazhdimisht gratë të spikatura. Cilat ishin gratë që ju promovuat, ose lëvizja gratë frymojnë vlera promovoj? 5 vite, dhe me thonë, 4 vitet e para, 3 vitet e para ba me promovimin e grave. Nërsa vjetë
privuar nga pandemia, unë u futa në fushën tëme të krijimtarisë dhe bana festivalin e parë mbar shqiptar poetik femëror, dhe ishte diçka shumë e bukur online, ishte pak me kosto të vogla, ja. Si mjet ishte... Por kishte një përfshirje shumë të madhe. Po, kanë 38 gra, nga marrë shqiptaria, kishte nga Zvicra, Franca, Gjermania, nga Amerika, gjithandej. Dhe me thonë shumica ishin edhe të pa njohura për mu, po nga që pane njoftimin kanë konkuru. Po imagjinoj aty kanë rreth 90 poete që kanë ardhur fillimisht. Këto janë seleksionu dhe janë përzgjedhur 38, se pjesëmarrja ka qenë jashtëzakonshme. Ndërsa si mjetë ba me vitin e 4 ta kanë për promovim, po i 5 si aktivitet, dhe me si mjetë janë ba 46 gra të promovuara. Që unë thamë me gjithse jam shumë e gjatë, mu më duket vetja shumë e vogël para madhështisë atyne. Gra që gëzojnë respekt, që kanë kontribu, që vlerësohen, që vitet e tëra kanë hallë në Shkodër, në fushat e tyne ku ata kanë aderu. Këtu kam fu, dhe me thanë, duke filluar nga aktore, këngëtare, doktoresha, profesoresha, shoqëni civile, ish sportiste, këngëtare, si që thame, mandejna janë edhe artizane, dhe me thanë, unë piktore, fotografe, po ka i diçka se në qofë se unë baj për zgjedhjen, shkajt institucionet kryesore se unë tana fushat nuk i njof, në qofë se du me zgjedh po thonë një ish sportiste, marrë kontakt me gazetaret, me këto spektatorët e i diçka tjesë për dashsit, që edhe për zgjedhjen, normalisht që unë kam një në vit, nuk mund t'i përfshi i tana, edhe prandaj është hapësira se për çdo vit do të bëhen nga 12, edhe në qovë se marrë mjeket, nuk do të thotë se mjeket janë tana të mrekullueshme, nuk do të thotë se këta janë ma të mirët, pa janë nërë të mirët, edhe do të vazhdojnë tjerat ma vonë, po do të kem parasysh edhe këte se unë kam kërkuar shumë, dhe disa në pamundësi, disa nuk kishin dëshirë, disa nuk e kanë kështu për medalë, dhe me thënë për këshi formatesh, dhe me thënë duhet edhe me mirë kuptuat atë që duhet me bëj diçka tillë. Në fakt, ajo që i bashkon të gjitha këto gra, është sepse ato janë shumë gra që kanë shpirtin e punës, sakrificës, dashurisë, apo jo? Di një fjalë të përgjithshme të tanave, kur kam dash me kontaktu, që nga fillimet e tyre. Jam me myton Farit, jam me myton. Pra, pavarësisht se unë dosha me mënej korrekte tana në atë çfarë unë i kërkosha, po edhe i mirë kuptosha. Sepse pikërisht se jeni të myton, ai thoshte unë du keni vlera tuaja. Se keni vlera. Pra janë tana gra që nuk pushojnë se punuari. Dhe është më rëndësishme kja që ato respektohen Shkodër dhe jo vetëm. I kam kërku falje të tanave, se ka një CV të jashtëzakonshme, një background fantastik, sa unë jam befasusin, që unë edhe tanë grupi punës, sepse kanë 3-4 faqe, bile vështërsia jeme ka kanë kur i thoshe du vitëm 15 rreshta nga CV-ja juj. Mirë po s'dishin që me heke, që me lanë, se tana me të vlerësuara, me certifikata nga më të ndryshmet, me tituj nga më të ndryshmet, si mund t'ja hekish titullin mirënjohja qytetit dikuj, po nuk kisha mundësi, tana mi përfshi. Dhe me thana, dhe kja ishte vështërsia e vogël, po quhet, po shumë e madhe për ta. To përmend më ndajnë atë fotografit që unë i kërkova. I thoshe një fotografi bust dhe nan nga aktivitetet. Mirë, por nuk dishin që me shkput, sepse aktivitetet e ty në shumë të gjana. Bahen me 100 foto. Ditë them këtë që vetëm kja është personale, me 1500 foto më kanë ardhë. Imagjinoje fluksin tem, keme marrë, keme lanë, dhe me thonë një punë në jashtëzakonshme. është diçka që hedh shikimin e curin e këtyre grave. E madje edhe në rrezatimin që ata kanë në shoqëri, duke pa rrugën e tyre, por edhe të ecjes së lëvizjes gratë frymojnë vlera. Shohim që çdo gjë rritet si ato rrath koncentrik, ato që kanë qenë vjet përsëri janë të pranishme, pra çdo gjë vjen shtohet, në mënyrë që ato të jenë bashkë.
Kjo është një ndër vlerat. Si ka ecur pikërisht ky marshim në lëvizjen gratë fillojnë? Zakonisht për shembull të kapim si mjet, nuk është e pamujtur me thirr të shtana ata edhe me bë promovimin edhe me zgjeru në marrë shqiptarinë. Por kështu që unë jam e detyruar pak a shumë, domethënë me marrë këto gratë që promovojnë grupin apo stafin e punë që unë kam pas, edhe këto që më kanë mbështet, edhe në pamundësi për të thirrë tona se duhet shkoni 100 vetëm në grupi. Bëhet shumë i madh. Po ata janë me zemër aty edhe nëse nuk gjenden. Patjetër, domethënë ata edhe nga reagimet që shihen. Ballë me pa banerin që tanë shifshin, domethënë 4-6 gra, ata janë përfaqësuesa aty me foto, me portretin e tyne, me CV-n e tyne, janë të pranishme aty. Po fakti është se numri është pak i kufizum, sepse siç e thash unë kam bashkë shqiptarën, kam thirrë nga Kosova, nga Maqedonia edhe Malizi, po këta e kishin të pamujtur prej pandemisë, se ishte kufini mbyllur. Nga Kosova na erdhën. Më duket se kam parë këngëtarën e famshme Shpresa Gashi. Domethënë unë po t'i tregoj emrat kush ishte nga Kosova. Fillimisht po kam qejf këto emra që kena promovu. Po, patjetër, gratë shkodrane. Gratë shkodrane, 12 gratë të nderuar edhe të respektuar. Nevile Tabako, doktore, Dhurata Vukatana, doktore, ky drejt Fshazi, farmaciste, shumë e vjetër. Marije Qërsaci, po aja ishte në Itali dhe ja dha me dranes për me ja transmetu, një gru që tashma njihet me përmasat e saja, dhe Sadije Bushati, një profesoresha shumë e nderuar. Majlinda Laçi, drejtoresha kulturore, po jo vetëm. Aja ishte një gru me përmasa që unë jam befasu kur e kam njoft nga afër, sinqerisht. Ishte një gru që ishte marrë me humanizëm e me shumë gjana tjera. Përshëndetje Majlindës dhe të gjitha grave, sepse vërtet rrezatojnë vlerat e tyre. Është vërtet. Janë një kompleks, domethënë, formimi. Linda Kavaja, një gazetare e mrekullueshme, na bani edhe një fjalim aty që na emocionoi të gjithave. Lulka Mërkulaj, një këngëtare shumë, aty i tham kjo është një këngëtare që mbledh deri në 2000 vet atë kur kena 8 marsin. Antonella Kçira, një biznesmene shumë e fuqishme dhe shumë mbështetëse për aktivitetin. Rita Dervishi, pedagoge kanto, shumë e nderuar edhe kjo. Donika Selimi, tashma Shkodrania, se s'mund të themi se sa Shkodrania, është një Shkodrane e mrekullueshme me këta shoqërinë civile dhe Nermin Shurdha, një vajzë simpatike, këndshme, piktore morale, që ka lashej shumë e veçantë, po ajo nuk është vetëm këto, po ka shumë gjëra tjera. Ka një buzëqesh, një rrezatim të jashtëzakonshëm. Është mirësi për Shkodrën. Përgëzime për këtë grup. Ndërsa nga Kosova kishim Migena Ardhati, pedagoge, albanologe, edhe me shumë gjëra të tjera të njohura në... Aja faktikisht është shqiptare nga Shqipëria, nga Elbasani, po e martuar edhe ka kontribuar gjithë kohën atje. Shpresa Gashi, këngëtarja, tashma njihet, Ajtene Krasniqi, shkencëtare. Ajo ka zbuluar një preparat të eliminimit të një smundje të rrallë në botë. Sevdije Hoxha ishte biznesmene, shumë e fuqishme. Kishte një lokal kafe për zonjat dhe kjam tërhoqe shumë. Ymra Fusha, prej 16 vite, ishte në këtë organizimin e artizanëve të Prizrenit dhe Prizrenia shumë i dallum për sa i përket artizanatit. Kishte edhe shumë gjëra tjera, vëllezërit e saj ishin drejtuesit e qendrës më të madhe të biznesit që është batesh Abi Qendër, Abi Çarshia në Prizren. Edhe Mimoza Brazha, i gazetar, një gru shumë vitale. Në fakt... Kina ftu dhe të tjera, po ishin të pamundën. Do doktoresha, po nuk i kishin pamundën. Në fakt, kur hedhë vështrimin të kë grup, i mrekullueshëm, dhe pikrisht edhe këto gratë të ftuara për te kufive të Shqipërisë, nuk ka se të mos mendosh për promovimin e Shkodrës. Normal, kjo është qëllimi kryesor. Kjo është qëllimi kryesor. Unë parimin kryesor dhe motivacionin kryesor kam të reflektojmë vlerat e Shkodrës. Është djepi i kulturës. Është djepi shumë gjanave. Shkodra është galeri vlerash. Që nuk ke plot për të marrë dhe nuk din këtë të zgjedhësh. Është si një buqet shumë e madhe me lule që ta na thojnë mermu.
Është vërtet. Pra edhe për të përzgjedhja është shumë vështirë. Është jashtëzakonisht vështirë. E në këtë promovim të vlerave të Shkodrës edhe organizimi ishte ai që tërhoqi. Tash unë duhet të tërhiqem pak të grupi punë, që mund ka një mu jashtëzakonisht që pa ta nuk mujshë në ba. Ishte moderatore Raimonda Marko, që ajo rrezaton. Dhe me thanë ta bën tanë programin të këndshëm, të qetë edhe të tërheq vëmendjen. Ishit ju që në fillimet e para që më ndihmuat, Sabahet Lishi më ka ndihmu shumë, Arbana Halili më ka ndihmu jashtëzakonisht shumë. Pra unë i përshëndes se pa ta unë nuk kisha mujt me bëha asë gjë. Janë pastaj edhe tjera që për elementa që kam kërku. Në fakt, vërtet, është bukur të ndërtosh një grup bashkëpunues, por unë ndaj mendimin se ajo që i ka organizuar të gjitha është Farida Ramadani. Faktikisht, unë kam pas barën kryesore, po e shprehu gjithmonë që pak ju s'kisha mujt me bëj. Farida, të drejtohesh grave të tilla, ti bashkosh ato, është sikur të formosh një mozaik të jetës në Shkodër. Sepse secila në fjalën e saj jep një pjesë të shpirtit të gruas, një pjesë nga kontributi i saj. Dhe këtu formohet ai puzzle i mrekullueshëm i jetës me të gjitha sfidat, jo vetëm me arritjet, por edhe me përpjekjet, me rrëzimet, përsëri ngritjet. Është kështu apo jo? Është vërtet, unë kur kam pas një parim të në jetën time, me kanë optimiste. Sepse jeta na ka privu ndoshta prej shumë gjanave, qoftë edhe të thella, po janë disa gjana që nuk varen në dorën tonë. Në dorën tonë varet optimizmi që ti mund të kesh. Sa mund të reflektosh, dhe unë vetës i kam thënë gjithmonë puna, jeto, vepro, edhe kërko. Mrekullueshme. Ju hartuat një program festiv, i cili përmbledhte jo vetëm ceremoninë, por edhe gjëra të tjera të bukura. Kur du me bë programin, unë baj listën kryesore se ç'a duhet. Filloj nga dreka, që ajo është më e lodhshmja, sepse është buxheti shumë më i madh. E me radhë fillon salla, buqetat e luleve, certifikatat, DJ, banneri, janë shumë elementa që mundesh me... Edhe filloj kërkesat, kur bëj jenin palë, fillojnë mandaj me tjerat, po duhet të them edhe ta theksoj edhe këte, unë në anën teme personale, thash po shfrytëzoj edhe fushatën politike, pa u futën politikë. Dhe shkova në këto partit kryesore, dhe me bindjen teme i thash që ju duhet t'i mbështetni këto gra, dhe në qoftë se ju do në me ecni në politikë, dhe nuk keni si ecni pa mbështet gratë që kanë vlera. Ti hekim nga mendësit këto futjen në për administrata, njerëzit familjare, koshërije, shoqërije, fut njerëz me vlera. Fut njerëz që e meritojnë. Në qoftë se do të kishte ndodhur gjithmonë kjo, shumë ma përpara do të kishte kënë Shqipëria, qoftë edhe Kosova me radhë. Pse në një vend kaq të pasur, dhunti nga Zoti, nuk dina me menaxhu, sepse kanë ndiku shumë elementa. Dhe një në elementat kryesore është përzgjedhja e atyne që din me kontribu, atyne që kanë ide, që kanë gjithë përfshirje, atyne që kanë hapësirë. Sikur të kishte vepru kështu, edhe politika shumë ma mirë kishin ecë gjanat. Kam edhe diçka tjetër, që ky është një leitmotiv për rinin, se të gjithë unë du mu ba diçka një jetë, nuk kesi ba është diçka një jetë, po s'punove shumë. Ashtë një thirrje. Pra, në qoftë se je një grua me fizionomi e me tipare që mund të respektohesh në Shkodër, ti ke punu shumë. Ke punu jashtëzakonisht shumë. Kur e përmladh nga një herë veten, tha me vete, unë qysh 15 vjeqe, 16 vjeqe kam dhanë për Shkodrën. Ose kur thot dikush a ka vlerësu Shkodra, mu mjaftojnë këto komentet e bukura, edhe puna e bukur që unë baj. Nuk më interesojnë shumë, kjo është vlerësimi më i madh i jemi. Pa dyshim, po. Këto kartona janë. Kjo është vlera më e madhe e një personit, kur krijon një fizionomi që të tjerë thojnë mirëmëngjes Zoi. Është vërtet. Ashtu siç një artist vlerëson më shumë
duar trokitjet dhe përshëndetjet e publikut, më shumë nga njëherë se vlerësimi në juris, ashtu edhe një opinion që të mbështet është shumë i rëndësishëm, më shumë se sa Po ka elementa, për shembull, po marrim Dranë Xhajin që njihet në tonë Shkodër, edhe jam kapshtet jashtëzakonisht. E përshëndesin Dranën. Jashtëzakonisht shumë. Të thoj Dranë Xhaj, ç'a bën ti unë s'kisha mujt kur me bë, që aja ka një format të jashtëzakonshëm në kulturë, ose një tjetër, për mua është krenari. Farida, ceremonia shkoi e bukur, sepse ajo përmbledh atë thelbin e komunikimit në mënyrën jo thjesht zyrtare, po shumë të ngrohtë, shumë dialoguese. Normal. Unë du të rikthehem edhe një herë, sepse më mbështeten shumë në aktivitet, se nga që i shkova të gjitha partive, kjo është augur i mirë, sepse pothuajse gjithë mbështeten, gjithë këto kryesore, se ndoshta me fonde pak të vogla, po më mbështeten, qoftë edhe kryetarja e bashkisë. E ky është një augur i mirë, se nëse këta bëhen sensibilizues ndaj këtij aktiviteti të madh që po bëhet, për mua do të jetë më lehtë organizimi. Padyshim. Dhe për të pasuar më pas në një vizitë në vendet nga Hotel Rozafa, ne që bëjmë aktivitetin aty, domethënë ishin në sallë normal me këto detyrimet e kohës, me parametra, me maska, me gjitha i kisha parasysh këto. Prej aty mandej me autobus, bëm një shëtitje në përshkollë, pak a shumë e realizoj të tillin në çdo vit. Me autobus, faleminderit Sabahet Lishi që na organizoi. Përshëndetje Sabahet. Dhe shkum te Urabons, aty i bana tana me kënu këngë shkodrane. U knaqëm aty, bam disa foto, për atje më nejnë në Shirok, sa aty keqa i qante që sa ba Shiroka shumë e bukur. U knaqën aty shumica, sidomos disa prej këtyne të Kosovës. Këto gratë që kanë ardhur në Shkodër. Po, të Kosovës nuk ishin ardha se herë një 4 gra. Nuk e dishin Shkodrën fare. Po unë të paci vitet, unë asun si kam njoft. Të paci vitet ty në thash këto e meritojnë. Dhe me thanë unë shtetëm të civit. Në fakt, ju ftoni në këta aktivitet, jo vetëm gra për te Shkodrës, për te kufive, por edhe gra që vinë nga qytetet të tjera të Shqipërisë. Nga Shqipëria kisha nga gati 10 veta. Unë kam ftu edhe një çobanin, kam ftu edhe shumë, po në pa mundësi për të ardhur. Dhe me thanë, filloj nga gratë e mëdhaja. Pjesë e kësaj lëvizje duhem të përshëndesim të madhen Tinka Kurti, të madhen Margarita Xhepa. Të dyja i kam ftu, bile Margarita çish momentet e fundit tha Farida, thonë do fluturoj, tha do vinë Shkodër. Mirë po, ajo të birin doktor edhe i ka thënë do të lidh me zinxhir për lëvizje, sepse është situata shumë e vështirë dhe unë e mirë kuptoj. Po ajo ka për çdo vit faktikisht, edhe Tinka edhe Margarita e kanë vlerësuar. Ndërkohë që vizita në natyrën e bukur të Shkodrës la mbresa të veçanta, madje me një adrenalinë të veçantë, kënduat, bët foto, promovuat çdo gjë që. Unë tonë kohën, domethënë, pavarësisht se unë e bëj për tonë Shkodër normal, po vesh re të këta gra tonë kohën nga kënaqësia ty në vishin e më përqafushin, që na ke bëmë i bu knaqën. Dhe me thonë, unë u knaqën vetë dhe thosh, andiheni mirë, se tonë kohën rrishe me atë emocioni si po më shkanë. Absolutisht, ashtu si një dasëm ka të zotin e shtëpisë, kjo ishte. Normal, tonë kohën rrishe emocioni, apo knaqën tonë, edhe në fund biletit të autobuzi, i tham, ju lutem që ose na jenes nuk i kam kushtu vëmendjen e duhur të me falni. Jo, më i pati për tona e kështu, dhe me thonë se i cila den respektin e vetë, se i cila den me ju përkushtu, edhe ata janë tana të ndryshme, sa që janë të barabarta me njëra tjetërën. Mendoni se pikrish këto takime nuk përfundojnë këtu. Ata vazhdojnë me interesin për lëvizjen, për aktivitetin që organizon, me këmbimet, qoftë edhe me interesimin për çdo gjë që shkon në jetën e tjetrit. Është edhe pika jeme e tretë. Një lloj solidariteti. Është edhe pika jeme e tretë që këtu domethënë krijojnë marrëdhënie reciproke me njëra tjetrën dhe janë shumë të fryqshme nganjëherë, sidomos në fushën e biznesit. Dhe ato gratë me njëra tjetrën
veten lidhin kontrata, lidhin shumë gjana të bukura. Duhet përmend shumë edhe pranvera me shnunin edhe se na ndihmoi shumë në një drek me këto kosovaret, i shëtitëm të Kalaja dhe na serviri me i drek shumë të mire, përshëndes është një zoj shumë e mirë, edhe me shumë vlera. Ndërkohë që dreka finalizoi dasmën. Pat me një fanuse, pa dhëndër, por të gjitha ishin protagoniste. Një fat shumë të mirë të Grand Europa edhe na bane një drek fantastike, sa ma mirë nuk bëhet. Na befasun edhe këte se unë i thash kam 5 vjetori, unë fakt me thanë drejtën thash me fondet që kisha mladh, po bëj një tort shumë të madhe. Për nga që ishte 5 vjetori. Kur këta kishin mendu, kishin ba tortën e tana, dhe me thanë befasun edhe me këtë element, po shka i gjithë shka bukur. Pavarësisht se zonja e shtëpis ka merakun që në çdo detaj të shkojnë barë dhe ky merak fillon shumë herët, muaj më përpara. Unë kam kështu standard 2 muaj. Finalizimi, sidomos kësaj here, ka qenë shumë mbështetës. Kjo tregon që gratë në Shkodër mbështeten, respektohen, vlerësohen, janë një forcë. Ndodh nga një herë për shkakun se siç u thash qysh në fillim që kontaktohem me gratë, unë i them ç'a mund të na ndihmoni. Ndoshta nuk është shumë gjë e bukur kjo që i thu, sepse ata kanë një karrierë që jo me ndihmu për aktivitetin, po më i dhanë shumë e shumë. Po kështu funksionon. Ata duhet me mirë kuptu. Është solidaritet. Duhet me mirë kuptu. Qoftë me shërbime, qoftë edhe financiarisht, se çdo element, qoftë e këta marke që i blejmë tana janë me lek, kartona, çdo gjë është në bazën e lekut. Qoftë edhe në jena për Kosovët kena met këto farit me marrë taksime. Dhe me thënë është një përgjithësi për elementat, ndoshta krejt vegjël që dikush nuk i kupton. Çdo gjë është në financiarisht. Sa e ka mendu të vështirë si mjetë, se nga që ishte kja pandemia, aq ma banën të letë mbështetësit. Edhe i falenderoj të gjithë. Kjo tregon jo thjesht një donacion. Tregon më tepër një vlerësim të madh për këto zonja, për ju, për lëvizjen, gjë që siguron dhe vazhdimsinë. Apo ja? Normal. Dhe me thonë edhe ngacmimi, se po e citoj prap, ngacmimi që i bën edhe partive politike, edhe ashtë edhe se si ata besojnë tek unë, pa edhe si e serviri unë këtë aktivitet, sa bindën ata. Edhe kja është një avantazh, dhe me thonë tu fillu të 3 partit kryesore, me ndihmun, edhe kryetarja që do shema unë. Gjallë shumë e bërë. Edhe këto zonjat, tana, më kanë ndihmu. Mendoni se pa tjetër do vazhdoj. Po, them se po. Ky aktivitet. Ndërkohë, po të hedhim vështrimin edhe në zonjat që na ndjekin në këtë moment. Unë mendoj se janë të shumta në Shkodër. Ju keni shumë gra për të promovuar, qoftë edhe ato gratë e thjeshta, por që frymojnë vlera me dashurinë për familjen në radhë të parë, për të rritur fëmijë të shëndetshëm, jo vetëm fizikisht, por fëmijë të mirë në ecurinë e tyre. Ndoshta jam pak fajtore, po quj në sojza, sepse ka gra që kanë kontribu shumë në Shkodër me vite dhe janë larguar nga Shkodra. Dhe kam në të mendësin teme që me zgjeru ndoshta me gratë e suksesshme në Tiranë. Se po janë që janë nga Shkodra. Nga Shkodra, shkodrane normal që kanë kontribu në Shkodër me vite, po vetë këto lëvizjet e kanë detyru me shku atje, po janë suksesshme edhe atje. Edhe kjo është i krenari për Shkodrën, edhe për kryeqytetin tonë. Se po japin atje, dhe me thonë, kontributin e dhe janë gra shumë aktive, gra që janë që kanë bë emën atje, edhe nuk është pak. Të bësh emën në Tiranë nuk është pak. Pra është një aftësi e saja, edhe këtë aftësi e ka marrë nga Shkodra. Këtë duhet ta theksoj. Kjo është një lidhje pasgjithshme mes qytetit, njerëzve të saj, grave si forcë e fuqishme, e shoqërisë, e familjes në radhë të parë. Pra ka hapësinë, ky aktivitet ka hapësinë sa dush. Nga një herë bëhet një pyetje pse rreth numrit 12 ka ndonjë asgjë nuk ka, po ta bësh më shumë. Në vitin e parë kam promovu 9 për shembull. Të bësh më shumë si kur i kaja interesimi, sepse aty ishin 4 e 6 të fokusume.
Edhe 12 bëhet një ngarkesë shumë e madhe edhe për audiencën aty. Jo, që ato të jenë Nihen shumë të komode. spikatura në një aktivitet, por që vazhdon. Dhe mbase përveç këtij aktiviteti ose kësaj po i quaj fame që shumë kush prej tyre ka, ose aktivitet të spikatur, ka dhe gra të heshtura mbase, por që ruajnë vlera të jashtëzakonshme, mësuese të përkushtuara, infermiere, gra që punojnë në fasoneri, nëna me shumë fëmijë, gjyshe të mrekullueshme. Këto e mbajnë zjarrin e Shkodrës të dashurisë. Gjithmonë ndezur. Se dina sa do të vazhdojnë, po kjo duhet jetë në fokusin ton, po ta shohim domethënë në vitet e ardhshme. Edhe i diçka tjetër, përsëri insistoj te politika se kjo na prek të gjithëve, vetëm politikanët e ne kina fut, por bravo i qoftë aty në politikanëve që marrin zoja të tilla, që prej këtyre na kishim të promovuara. Dhe unë e theksoj atë, nuk jam në fushën e politikës, pavarësisht edhe mu vetë nga në kërku tane, po nuk kam gjetë vedin e politikë. Pra, politike nuk e marrë as anën fetare, nuk e përfshi, dhe me thanë, me gjithë respektin që kam për ta, po jam fokusu ma tepër të gratë, ku, dhe me thanë, janë që kanë dhanë kontribute për Shkodrën në fushat e ndryshme. Farida, duhet të ndalem edhe pak tek personaliteti yt, i cili pulson shumë vlera, aktivitet, gjë që të bën të mos ndaleni. Është kreativiteti juaj, është dinamizmi që ju shoqëron, është ajo preardhje që ju keni shumë sportive, sepse keni qenë edhe sportiste, por mësuese, aktiviste, gjë që siç duket ka natyrshëm në këto organizime, apo jo? Dhe poete. Po patjetër, dhe me thonë, unë paka shumë jam një gru që kam prek shumë fusha, dhe fati jem edhe që si poete, nga që kam lëviz shumë në mbarë shqiptarin, jam ba mjaft e njohur edhe kam njohë shumë gra. Pra si që thash, për shembull, këto gratë, po marrim këta të Kosovës, që shkojnë Kosovë, këto tanë këtë aktivitet e pasqyrojnë atje. Për shembull, ishte kja që ju thash nga Prizreni shumë e fuqishme si grua, në shumë fusha, dhe kjo ja transmetron, paktën në Kosovë do ta marrin vesh 1000 vetë se qa është ba këto. E sa bukur. Pra kjo merr një gjithë përfshirje, edhe unë kënaqem që po njihen me vlerat e Shkodrës, edhe i transmetojnë ashtë si një zinxhir i bukur, një zinxhir ari mund të thoja, që zgjidhon gjatë gjithë rrugës që ato lëvizin, me shumë sakrifica vinë se i cila prej këtyne. Dhe unë i mirë kuptoj, dhe me thonë, për tana, po, dhe me thonë, unë i kam tanë këta vështirësit për akomodimin e për shumë gjana tje, se këta të Kosovës ardhen edhe akomodon dynet, ashtë shumë e vështirë. Janë të gjitha që hynë atë fest kaq të bukur, që nuk harrohet, ndjehen të vlerësuara. La një gjurmë të bukur. Lë një gjurmë të bukur, dhe që vazhdon. Zë Farida, natyrisht duke qenë në krye të kësaj lëvizja, edhe urimet që ju përcjellin ju bën të ndjesh mirë, por ju japin një hap të ri në organizime të tjera. Mësojnë vazhdo. Urimet mësojnë vazhdo. Kjo është e bukur. Dhe unë ju falenderoj shumë në emër të të gjithave në këto moment, në emër të atyre që po na ndjekin. Dua përfundimisht falenderoj edhe vajzën teme, që për Olta Ramadan, e cila është jo thjesht ajo dashuria afër të zemrën nën mbi, por që ka një kontribut të jashtëzakonshëm në transmetimin e bukurisë së shpirtit. Ajo është një stiliste e mirë njohur, por që në këtë aktivitet ajo ka një rol shumë të madh mbështetës në organizimin e mjaft detajeve të bukura. Dhe me thanë çdo gjë unë e konsultoj me te, dhe për 2 muaj, si rri unë emocionet e këtij aktiviteti të organizimit, ashtu rrin edhe ajo. E falenderoj shumë, pavarësisht sa vajza jeme, po i përjeton tanë emocionet. Kjo është e bukura, të përfshish, dhe këto janë gra që përfshihen, këto janë gra që transmetojnë një shpirt të bukur, një punë të palodhur, një aktivitet të shumanshëm, dhe çdo gjë që përmbledh
fjala e madhërishme, grua. Aty jeni ju. Edhe interpretimi i dramës, mandaj me atë poezinë për gratë është fantastik. Pa sa detaje ka ky aktivitet. Gruaja pushton botën, më bukur s'ka. Farida, me gjithë respektin për kushtimin, dashurinë që u përcjellni, ju uroj mbarësi gjithmonë, këtë hap të pandalshëm që ju keni, këtë hap sfidues, karakteristik për ju, por dhe për shumë gra, për të organizuar dhe promovuar gra të tilla, duke i bërë ata të ndjehen vërtet të veçanta, ashtu siç janë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju për intervistën. Ju falenderoj shumë dhe suksese gjithmonë. Sepse unë e di që pas këtij aktiviteti përsëri ju do merrni pjesë në shumë të tjera. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit ju.